Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri premton shndrimin e ish kombinatit metalurgjik në qendër kombëtare për teknologjinë së shpejtje dhe gara e Formula 1 në Elbasan. Berisha zgjedh të bëjë pjesë të fushatës statujën e bufit me të cilën ironizon Rama, Kreu Demokrat akuzon kryeministrin për mashtrim me integrimin. Bllokohet një sasi e madhe me mish pule me salmonele ardhur nga Brazili, por autoritetet nuk sqarojnë nëse produkti është hedhur në treg. Mbyllen hetimet për autorin e vrasjes së një punonjësi policie në Fier, Joriu është nën akuzë për 3 vepra penale, rrezikon dënimin maksimal. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. Kryeministri Edi Rama njoftoi nga Elbasani se ish kombinati metalurgjik do të shndrohet në një qendër kombëtare për teknologjinë. Duke folur përpara sipërmarrësve, shefi i qeverisë u ndale edhe tek projekti i automotoparkut që do të presë garën ndërkombëtare të Formula 1. Metalurgjiku i Elbasanit do të transformohet në një qendër kombëtare për prodhim, logjistik dhe teknologji inovative, duke u kthyer nga një trashëgimi industriale në një hapësirë të gjelbër. Gjatë një takimi me sipërmarrësit e zonës së metalurgjikut, kreu i qeverisë tha se parku ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe do të bashkojë Tiranën me Elbasanin. Këtu territori është i madh dhe ka vend për të imagjinuar shumë gjëra. Dhe ideja themelore duhet të jetë që ky park duhet të jetë një destinacion për të gjithë dhe që do ta bëjë Elbasanin pjesë të metropolit të Shqipërisë në dekadat e ardhshme. Rama ndal edhe te takimi i projektit të automoparkut që sipas tij nuk do të jetë një investim vetëm për Formula 1, por do të shërbejë edhe për sigurinë rrugore. Nuk bëhet fjalë për të bërë një investim të kësaj natyre për një garë. Këtu bëhet fjalë për t'i instaluar ekonomisë shqiptare një motor të ri. Qendrën e vet të gravitetit do të jetë siguria rrugore dhe ku që nga fëmijët e vegjël deri tek më të rriturit që ngasin një makinë apo duan ngasin një makinë, do duhet t'i referohen kësaj qendre për testimet përkatëse. Projekti detajor për automoparkun u prezantua sot në Elbasan, një kompleks sportiv ndërkombëtar që do të mirëpres garat më prestigjioze të Formula 1. Me 100.000 spektatorë fizikisht dhe mbi 1 miliard shikues në ekran, duke e kthyer në këtë mënyrë Elbasanin në epiqendrën e re të turizmit sportiv në rajon. Ndryshe nga hera e kaluar, këtë të premte Berisha zgjodhi të mbajë në tavolinë një statuj bufi duke e quajtur simbol të mençurisë. Duke ju përgjigjur akuzave të Ramës, lideri demokrat tha se premtimi për antarësimin në BE është një mashtrim. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vendosi t'i kundër përgjigjet rivalit politik Edi Rama për secilën prej tezave të fushatës elektorale, duke nisur nga krahasimi me bufin. Berisha doli në konferencën me gazetarët me një statuj bufi, duke sjellë në vëmendje se në Greqinë e lashtë, ndryshe nga kuptimi që ka në të folurën e përditshme në Shqipëri, bufi ishte ai që shoqëronte perëndeshën Athina dhe simbolizonte mençurinë e diturinë. Athina dhe Minerva, 2 perëndeshat e njohura, njëra e grekërve, perëndesh e mençurisë, e diturisë, dhe Minerva e romakëve, e njëjtë, të dyja ato nuk zgjodhen asnjë shpend tjetër si simbol të fuqisë tyre mendore, por zgjodhen pikërisht bufin. Berisha vendosi të markojë kryeministrin Edi Rama edhe për premtimet elektorale, duke nisur nga premtimi kryesor i socialistëve që është futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda 5 viteve. Në shkollaj të dalë është mashtrosh qytetarët. Tu thush se ja, shifeni këtë pasaport. Shifeni këtë pa, po kush të pranon në Europë me rrogat ndërmetulta në planet? Kush të pranon në Europë me këte pabarazitë të mërshme? Askush nuk pranon në Europë në këtë mënyrë.
Krahas replikave me rivalin politik Rama dhe programit elektoral, Partia Demokratike po zhvillon betejën për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme, ndaj ajo do të shfrytëzojë seancën dëgjimore që Komiteti i Jashtëm i Parlamentit Evropian do të zhvillojë në 8 prill me fokus zgjedhjet e 11 majit për të paraqitur shqetësimet e saj. Koordinatorët Partisë Socialiste në Shkodër janë Enver Bajri dhe Ilir Bajri me 2 të tjera. Edhe banda e Plum Gjoks dhe të tjera, udhëzimet dhe mjetet e shantazhit dhe të berjes i marrin tashmë në dobrash. Do bëhen çështje madhe ndërkombëtare, se këthen po bëhen krahu i armatosëve elektoral i Edi Ramës me firmën Altin Dumanit. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha prezantoi edhe imazhin e ri të Partisë Demokratike në fushatë e sloganin Shqipëria madhështore. Ata që votojnë për Partinë Demokratike dhe Aleancën Shqipëria madhështore votoi njëshin. De facto janë njëshin. Presidenti Bajram Begaj priti homologun e tij slovak me të cilën mbajti edhe një konferencë për shtyp. Lidhur me mungesën e njohjes së Kosovës, kreu i shtetit slovak theksoi se ky qëndrim nuk ka lidhje me kombin shqiptar. Presidenti i Slovakisë Peter Pellegrini sqaroi në Tiranë vendimin për të mos njohur Kosovën si shtet i pavarur. Në një konferencë për shtyp me kreun e shtetit shqiptar Bajram Begaj, presidenti slovak theksoi se qëndrimi ndaj Prishtinës zyrtare nuk ka lidhje me kombin shqiptar. Pripadni takito krok. Çdo hap i tillë në të ardhmen do të kërkonte së pari një ndryshim të resort të doktrinës së politikës së jashtme në Slovaki, pavarësisht se për cilin vend bëhet fjalë. Vetëm një dialog intensiv për të shpjeguar qëndrimet mund të sjellë në të ardhmen ndryshimin e qëndrimit të Slovakisë, por duhet të jenë fare hapur me ju. Kjo nuk është situata tani. Unë e konsideroj këtë si një proces afatgjatë. Pozicioni i Shqipërisë mbetet i pandryshuar, mbështetës i palëkundur i Kosovës, sepse Kosova është pjesë e stabilitetit dhe kontribuese e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe patjetër ne do të jemi mbështetësit e saj për antarësim në institucionet ndërkombëtare, në organizata ndërkombëtare dhe në punën tonë për të bërë të mundur sa më shumë njohje të reja për Kosovën dhe patjetër për të biseduar edhe me vende të cilët nuk e njohin Kosovën për të shikuar alternativat, siç është rasti i Slovakisë, me njohjen e dokumentit të udhëtimit. Slovakia është një prej 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, e cila ende nuk e njeh shtetin e Kosovës. Për te çështjes së shqiptarëve të Kosovës, dy presidentët diskutuan edhe rrugën e vendit tonë drejt Brukselit. E kreu i shtetit slovak mbështeti ambicien e Shqipërisë për t'u antarësuar në BE në vitin 2030. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar një sasi të konsiderueshme me mishpule me salmonel që ka hyrë nga Brazili, por ndërsa thekson se ka dërguar rastin në prokurori, ky institucion nuk jep informacione nëse mishi ka mbërritur ose jo në treg. Një ngarkesë e madhe me mishpule prej disa tonësh është importuar nga Brazili me salmonel dhe ka hyrë në tregun shqiptar. Autoriteti kombëtar i ushqimit thotë se bëhet fjalë për fileto pule të ngrirë, e cila ka hyrë në Shqipëri përmes portit të Durrësit dhe është bllokuar. Por AKU nuk bën transparencë për publikun dhe konsumatorët, as për sasinë e mishit të pulës që ka bllokuar dhe as nëse ky produkt me salmonel është hedhur në treg për konsum. E paqartë mbetet edhe data kur ngarkesa ka hyrë në portin e Durrësit. I vetmi informacion që jep Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është se analizat janë kryer në datën 21 mars në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare dhe është konfirmuar prania e salmonelës. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka ndërmarrë një sër masash të menjëhershme dhe të strukturuara për të adresuar një situatë të identifikuar para disa ditësh gjatë proceseve të kontrollit të produkteve ushqimore të importuara në portin e Durrësit. Referuar analizimit të ISUV në datën 21/3/2025 për pranitë të salmonelës në një mostër produkt pule, fileto e ngrirë e importuar nga Brazili, AKU ka ndërhyrë në mënyrë të koordinuar me strukturat përgjegjëse për gjurmimin, verifikimin dhe bllokimin e produktit në fjalë, si dhe për marrjen e masave administrative dhe ligjore ndaj subjektit përgjegjës. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk informon publikun as për subjektin që ka importuar mishin me salmonel, por deklaron vetëm se rasti është referuar në prokurorinë e Tiranës për mos respektim të kritereve të gjurmueshmërisë dhe dhënie të informacionit të pasakt. Salmonela është një bakter që kontaminon kryesisht mishin, qumështin dhe vezët dhe më pas personi infektuar mund të ketë dhimbje koke, ethe, dhimbje barku dhe temperaturë.
Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur mesditën e të premtes në Kamës si pasojë një konflikti të çastit. Burimet bëjnë me dije se 2 persona janë konfliktuar me njëri tjetrin pra një banke të nivelit të dytë dhe njëri prej tyre ka qelluar në ajër, por plumbat kanë kapur Mikel Gjenatanin, 25 vjeç, i cili është plagosur lehtë në këmbë. Mësohet se i riu ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Dosja hetimore për vrasësin e një punonjësi policie një vit më parë në Fier është mbyllur dhe është gati për gjykim. Autori i krimit përballet me 3 akuza të rënda, ndërkohë që rrezikon dënimin maksimal. Prokuroria e Fierit ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim autorin e vrasjes së efektivit të forcave shqiponja, Novruz Cenaliaj, në maj të vitit 2024 në qytetin e Fierit. Autori i krimit, Azgan Mërnica, do të përballet në gjyq me akuzat e vrasjes së punonjësve të policisë, mbajtje prodhim armësh dhe municionesh dhe drejtim mjeti në mënyrë të parregullt. Sipas organit akuzës, mesditën e 13 maj të vitit të kaluar, Azgan Mërnica ka vrarë me armë zjarri efektivin e policisë, në kohën kur ky i fundit ishte në krye të detyrës dhe mbante veshur uniformën e forcave speciale shqiponja. Konflikti mes viktimës dhe autorit ka nisur për shkak se ky i fundit, teksa drejtonte automjetin e tij, është futur në kthes me shpejtësi pa kontrolluar rrugën, duke përbërë rrezik për qytetarët. Viktima i ka bërë me shenjë të riut për këtë veprim, shkak për të cilin i pandehur i ka ndaluar automjetin e tij, ka zbritur me çantën ku kishte armën e zjarrit. Pas kësaj është afruar dhe ka qelluar drejt fytyrës së efektivit, duke i shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme. Pas krimit, Azgan Mërnica shkoi në banesën e dajës së tij, ku la makinën dhe u largua për t'u fshehur në pyll. Ai u dorëzua vetëm 2 ditë më pas dhe para policisë nuk shfaqi asnjë pendes për ekzekutimin me plumb në kokë të efektivit. Kjo shihet edhe në momentin kur Mërnica futet në makinë duke qeshur dhe i pa shqetësuar për krimin e rënd që kishte kryer, duke i prerë jetën në mes një të riu. Koha e pajisjes së qytetarëve me kartën e identitetit zbret nga 14 ditë në 3 ditë. Kompania shtetërore Identitek njoftoi se kushdo që do të marrë dokumentin më shpejt duhet të kryejë një pagesë prej 3.000 lekësh. Shërbimi është krijuar për lehtësuar dhe përshpejtuar procesin e aplikimit, duke u ardhur në ndihmë qytetarëve që kanë nevojë urgjente për dokumentin e tyre të identifikimit. Procedura e përshpejtuar është veçanërisht e dobishme për emigrantët, të cilët qëndrojnë për pak ditë në Shqipëri, si edhe për të gjithë ata që kanë nevojë të marrin shpejt kartën e tyre, qoftë për arsye personale, profesionale apo administrative, sqaroi Identitek. Është përkujtuar këtë të premte në qytetin e Vlorës 28 vjetori tragjedisë së Otrantos ku humbën jetën 83 persona. Edhe këtë 28 mars, familjarët e viktimave vendosën kurore e buqeta me lule në vareza që përkujtojnë këtë ngjarje të rëndë. Ata thanë se megjithse ka kaluar një kohë gjatë, ende nuk është bërë drejtësi për këtë tragjedi. Natën e 28 marsit të vitit 1997, gjatë udhëtimit për në Itali me anijen Kateri Radës, humbën jetën 83 persona, mes të cilëve gra e fëmijë. Ngjarja erdhi pas përplasjes së mjetit lundrues shqiptar me anijen ushtarake italiane Sibila. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.